Të nderuar ndjekës, të nderuar shikues, sot do të mundohem të flas diçka mbi atë se si ndikon agjerimi dhe muaji i Ramazanit në përgjithësi në shëndetin tonë. Do të mundohem të ndaj diçka nga njohuritë e mia si mjek i përgjithshëm dhe nga përvoja ime modeste si një mjek i ri. Besoj që do të mësojmë diçka së bashku. Atëherë, sa i përket shëndetit mendor, atij trupor dhe atij shpirtëror. Në mjekësi është pak problematike shpjegimi i kësaj pjesës së tretë i shëndetit shpirtëror për arsye se në këtë pjesë na mungojnë për shkak të natyrës së tij metafizike, si shpirt na mungojnë studimet dhe të dhënat empirike tek të cilat bazohet mjekësia moderne dhe tek ato informata që i kemi do të mundohemi të nxjerrim diçka. Ajo që mund të themi për këtë treshe, për këtë bashkëdyzim të këtyre pjesëve të funksionimit të organizmit tonë, mund të themi se mjekësia moderne ka avancuar shumë në këtë aspekt dhe mundohet që sëmundjet të shpjegojnë në modelin të ashtu quajtur modeli holistik i shpjegimit të sëmundjeve. Gjithashtu, rrjedhimisht kjo pasqyrohet edhe në diagnostifikimin e sëmundjeve dhe trajtimin e tyre. Çfarë do të thotë kjo? Ndryshe, mund të themi se bazohemi në modelin biopsikosocial, ku ajo pjesa biologjike është pjesa trupore, ku kemi të bëjmë me hormone dhe me pjesën e prekshme të organizmit tonë. Pastaj e kemi pjesën mendore, ku kemi të bëjmë me emocionet, njohurit dhe funksionimin psikik. Ndërsa tek pjesa shpirtërore mund të bazohemi tek ajo pjesa e besimeve, te ajo pjesa e kuptimeve dhe vlerave të cilat i caktojmë ne. Këtu mund të fusim edhe pjesën e përkatësisë të diçka më të madhe, siç është rasti tek religioni apo komuniteti i një pjese të caktuar që kanë një besim të përbashkët apo synojnë një arritje diçka të përbashkët. Gjë që studiohet sidomos kohët e fundit në mjekësinë paliative dhe tek ata pacientë tek të cilët është shumë e rëndësishme besimi si një shtytje drejt trajtimit dhe krijimit të një force tek ata pacientë që kanë nevojë për të. Lodhja shpirtërore. Sa i përket këtij termini në mjekësi, mund të shpjegojmë me të njohurën që besoj që e keni hasur shumë nga ju, është quajtur burnout, ose lodhje kronike, ose sindroma e lodhjes kronike, ose ndoshta ndryshe një terminologji pak më profesionale si disfori ekzistenciale, tash nëse e lidhim pak më shumë me atë shpirtëroren. Të mundohemi të shpjegojmë këtë lodhjen shpirtërore në tre dimenzionit që i cekëm pak më parë. Atëherë, në dimenzionin trupor, çfarë do të thotë kjo? Apo në dimenzionin biologjik. Këtu kemi të bëjmë me hormone. Këtu kemi të bëjmë me funksionimin e organizmit. Kur një trup ka një krizë ekzistenciale, një krizë kuptimesh apo besimesh për një kohë më të gjatë dhe është në një gjendje jo të rehatshme shpirtërisht, atëherë aty kemi rritjen e hormoneve të cilat e bëjnë nxitjen e faktoreve inflamator në organizëm. Më konkretisht ngritjen e hormonit të kortizolit, i cili bën gjithashtu edhe pastaj uljen e imunitetit dhe dëmet tjera në aspektin biologjik në organizëm. Gjithashtu kemi edhe uljen e dopaminës dhe serotoninës që garantojnë një qetësi dhe funksionim emocional stabil të organizmit, por gjithashtu edhe në aspekt biologjik. Sa i përket dimenzionit mendor,
Këtu kemi të bëjmë me sëmundje të cilat faktikisht fillojnë me simptoma të lehta, me simptomatologji të lehta, ku bën pjesë edhe burnouti, që definohet si një lodhje kronike dhe ulje e efikasitetit. Këto mund të shkojnë pastaj nëse janë në një kohë më të gjatë në sëmundje edhe psiqike, po edhe që çojnë në mos funksionim dhe mos efikasitet në jetën e përditshme, ku atëherë më vetë se duhet të trajtohet, duhet të konsultohet me psikolog apo me psikiatër. Ndërsa tek dimensioni shpirtëror është kur një person humb ndjenjen e përkatësisë apo ndjenjen e identitetit dhe në këtë aspekt në mjekësi sidomos mund të spjegohet tek pacientët të cilët më vetë se janë në një gjendje të shtyrë biologjike, ku kemi pacientët me sëmundje kancerogjene ose edhe pacientët me një sistem imunitar shumë të dobësuar. Tek këta pacient duhet të mundohet të punohet edhe në aspekt shpirtëror për të bërë nxitjen e tyre drejt një shërimi të plotë. Tek ndikimi i stresit në trupin ton, në fillim do të shpjegojmë se si ndikon në atë fazën akute apo në atë fazën e parë stresi në organizmin ton. Kur një organizëm apo në rastin tonë një person përballet me ndonjë situatë stresuese, atëherë kemi ndryshimet e menjëhershme që paraqiten për shkak të aktivizimit të sistemit vegetativ jashtë quajtur, ajo pjesa e sistemit, për të thënë më thjesht, që nuk mund ta kontrollojmë ne. Kur aktivizohet ky sistem, sidomos sistemi simpatik, kemi ndryshimin në funksionimin e disa organeve. Kemi rritjen e frekuencës së zemrës, gjithashtu edhe rritjen e shtypjes së gjakut, për arsye se organizmi del në ato pozicionin fight or flight dhe kemi organizmi e shef të nevojshme të çojë sa më shumë gjak në ato organe vitale, siç është zemra dhe truri. Gjithashtu kemi ndryshime edhe në organet e frymëmarrjes, ku kemi të bëjmë me zgjerimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe rritjen e ritmit të frymëmarrjes, frekuencës së frymëmarrjes. Gjithashtu ndikon edhe në ndryshimin e metabolizmit, ku bëhet lëshimi menjëhershëm i glukozës nga mëlçinja dhe rritja e sheqerit në gjak. Gjithashtu ndodh edhe ndryshimi në sistemin digestiv, ku këtu kemi një qarkullim më të vogël të gjakut në këtë rast, për arsye se nuk është prioritet, dhe kemi të bëjmë me një ngadalësim të peristaltikës së zorrave. Në qoftë se këto i përkthejmë në një kohë më afatgjate, në të ashtu quajturin stres afatgjat, që besoj se na intereson të gjithëve. Atëherë mund të nxjerrim se këto mund të shkaktojnë sëmundje në këto sisteme që i cekëm. Atëherë mund të kemi të bëjmë me sëmundje të shtypjes së lartë, e cila është shumë e pranishme në mesin tonë dhe në jetën dinamike që përballemi thuajse çdo ditë me strese të nivelit të ndryshëm. Këtu bëhet lodhja e zemrës, gjithashtu edhe me rritjen e shtypjes, dëmtimi i sistemit kardiovaskular në përgjithësi. Gjithashtu këtu për një kohë të gjatë, pas ekspozimit të kohë të gjatë në stresin kronik, ndikon edhe në sistemin imunitar, për arsye se pas aktivizimit të sistemit simpatik kemi të bëjmë lëshimin e kortikosteroideve ose hormoneve, të cilat e bëjnë uljen e reagimit të imunitetit dhe kemi një imunitet të themi në gjumë, për arsye të lëshimit të këtyre hormoneve, dhe mund të vrejmë të këta persona që kanë stres akut dhe kronik, që kemi më shpesh sëmundje të tipit të infeksioneve. Gjithashtu ndikon edhe në trurin edhe mentalitetin, ku kemi një person më euforik dhe në funksionimin e përditshëm është anksioz dhe nuk është shumë i koncentruar. Gjithashtu pastaj edhe simptome në
organet tjera, siç është sistemi gastrointestinal me zorrot, me barkun, në përgjithësi ku kemi fryerje ose edhe sëmundje inflamatore të zorrove të ngjajshme. Gjithashtu ndikon edhe në metabolizmin ku kemi grumbullimin e sheqernave, grumbullimin e yndyrnave në organizëm ku pastaj bën një ngarkesë shtesë në funksionimin e përditshëm. Sa i përket ndikimit të agjerimit në shëndetin mendor, mund të themi se e bazojmë atë në dy fakte. Në faktin e asaj që aktivizohet autofagia neuronale pas 12 orëve agjerim, më konkretisht, por varësisht prej metabolizmit të njerëzve dhe aktivitetit fizik gjatë ditës, mund të aktivizohet më herët ose edhe më vonë. Çfarë do të thotë kjo? Autofagia neuronale është kur organizmi fillon të pastrohet nga toksinat dhe nevojat e panevojshme nga truri ynë ose nga ato që e rrethojnë sistemin nervor. Kur ndodh kjo, atëherë funksionimi i trurit është më i pastër, themi kështu, ose më funksionon më mirë në përditshmëri, edhe në kryerjen e detyrave që kërkojnë koncentrim psiqik. Pasi që ndodh kjo, gjithashtu kemi edhe rritjen e koncentrimit, kemi edhe rritjen e funksionit në korteksin prefrontal të trurit tonë. Kjo ndodh edhe për arsyen tjetër, këtu mund të lidhemi, se kemi të bëjmë me një proces të agjerimit ku kërkohet vullnet dhe kërkohet sakrificë dhe kërkohet vetdije e plot për atë çka jemi duke e bërë. Për të bërë këtë duhet të aktivizojmë korteksin prefrontal, i cili pastaj kur është më i zhvilluar ka benefitet e tij në kontrollimin e emocioneve, në funksionimin kognitiv, ku kemi të bëjmë me operacionet që na duhen në përditshmëri dhe në ato profesionale, në raportet me njerëzit e kështu me radhë. Gjithashtu, aspekti shumë i dukshëm gjatë muajit të Ramazanit është ato takimet sociale, ku kemi lirimin e oksitocinës ose hormonit të kënaqësisë ose hormonit të përkatësisë, i cili bën që të kemi një gjendje më të qetë dhe më të mirë gjatë muajit të Ramazanit, ku kjo, sidomos pas gjysmës së Ramazanit, mund të vrehet se e kemi një qetësi më të theksuar dhe nuk është ajo vetëm subjektive, por domethënë kemi edhe fakte se pse ndodh faktikisht kjo. Atëherë, siç e cekam edhe më parë për sistemin imunitar, kemi ndikim të shumt nga aspekti psikologjik dhe mënyra e funksionimit, si nga aspekti të ushqyerjes, por edhe nga aspekti psiqik edhe qetësisë psiqike apo shpirtërore në këtë rast në sistemin imunitar. Sistemi imunitar, kur është një qetësi shpirtërore, ajo është si një lloj mburoje për funksionimin e mirëfillt të tij. Pse e themi këta? Dy mënyrat të funksionimit të kësaj janë ulja e zhurmës së kortizolit apo ulja e ngritjeve të streseve akute ose kronike gjatë kohës të cilës funksionojmë ne në përditshmëri. Kjo bën që të kemi një kortizol më stabil, ajo që është cikli normal dhe fiziologjik i secilit organizëm, dhe nuk kemi të bëjmë me pike ose ngritje të menjëhershme të kortizolit, i cili shkakton dukshëm uljen e imunitetit. Pasi që arrihet një lloj qetësie shpirtërore, atëherë kemi një sistem imunitar më stabil dhe më pak të prekur nga ky lloj mekanizmi. Mënyra tjetër tek e cila ndikon
qetësia shpirtërore është aktivizimi i nervit vagus, të ashtu quajtur, i cili është e kundërta me atë që e shpjeguam më herët e sistemit simpatik. Kjo është funksionimi i sistemit parasimpatik, ku nervi vagus bën të kundërtën dhe reagon në sistemin kardiovaskular, sistemin digestiv dhe atë imunitar, duke bërë ngadalësimin e ritmit të zemrës, uljen e shtypjes, gjithashtu edhe qetësimin e frymëmarrjes dhe funksionimin normal të peristaltikës së zorrave dhe metabolizmit. Tek sistemi imunitar, nervi vagus ndikon duke e aktivizuar përmes acetilkolinës aktivizimin e citokinave antiinflamatore, të cilat ulin ndjeshëm ndezjen ose inflamacionin në organet që vetëse janë të shëndetshme, duke ulur kushtundukshëm dëmtimin e këtyre organeve në kohë afatgjate. Atëherë, me kërkimin e ndihmës profesionale tek presionet psikike, mendore apo shpirtërore, nënkuptojmë atë kërkimin e ndihmës te mjeku, fillimisht tek mjeku i përgjithshëm, pastaj tek psikologu ose psikiatri. Kur duhet bëhet kjo? Kjo mund të jetë të mos ta komplikojmë shumë edhe për shikuesit, mund të jetë pak a shumë një lloj vetë diagnostifikimi, ku njeriu e sheh se nuk mund të funksionojë më në përditshmëri dhe efikasiteti i tij është i ulur dukshëm, ose ka simptoma të dukshme të cilat e pengojnë në funksionimin e tij psikik dhe social. Cilat janë ato shenjat të cilat mund t'i vrejmë? Shenjat janë trupore, psikike ose edhe sociale. Shenjat trupore janë çrregullime ekstreme të gjumit, ku një person mund të kalojë edhe në insomni apo pagjumësi të theksuar, ku gjithashtu kemi shprehjen edhe e një lodhje të afatgjate dhe të pashpjegueshme, e cila nuk mund të rregullohet asesi. Gjithashtu edhe simptome tjera si dhimbje koke ose dhimbje barku, çrregullime digestive të cilat nuk mund të shpjegohen edhe nuk mund të trajtohen me metodat konservative ose me ilaçe të cilat mund t'i përshkruajë një mjek. Shenjat psikike. Tek shenjat psikike kemi të bëjmë me humbjen e interesit për gjërat që na kanë interesuar më parë, ose të ashtu quajtur anhedoni në psikiatri, ku kjo, do me thonë, ndoshta mund të zhvillohet për një kohë afatgjate dhe është më vështirë të vrehet, por në retrospektiv mund të diagnostifikohet nëse jo nga personat tjerë. Gjithashtu kemi të bëjmë me theksimin e harresës dhe mungesën e koncentrimit të cilin e kemi pasur më herët. Gjithashtu edhe mendime ndërhyrëse ose çrregullime më të theksuara të cilat vetëse më janë një alarm i kuq për të kontrolluar tek mjeku, siç shikimi i gjërave që nuk janë të pranishme, dëgjimi i zërave të cilat nuk janë të pranishëm dhe thjesht janë të krijuar nga mendja jonë. Cilat janë ato shenja sociale? Janë izolimi, rënja në performancë ose ndoshta edhe gjetja e shërimit tek substancat narkotike apo alkooli, që shkaktojnë varësi dhe bëjnë degradimin e gjendjes edhe më tutje. Atëherë, disa këshilla për të kaluar muajin e Ramazanit me shëndet të plot psikik dhe fizik, dhe pse jo për të përfituar nga i pas daljes nga ky muaj, mund të japim disa këshilla në dimensionin biologjik, psikik dhe atë shpirtëror. Në dimensionin biologjik, patjetër duhet të kemi kujdes në qoftë se jemi në shëndet të plot në 3 gjëra: në hidratimin e nevojshëm,
ku duhet të bëhet pirja e ujit dhe konsumimi i lëngjeve në racionet të ndara gjatë kohës kur është e lejuar prishja e agjerimit dhe jo të bëjmë grumbullimin ose pirjen edhe të teprueshme ose me sasi të mëdha para syfyrit ose me njëherë pas iftarit dhe gjatë kohës sa mbetër të mos konsumojmë asgjë. Natyrisht këtë hyn edhe pjesë tjera të lëngjeve, siç janë konsumimi i supës, i çorbave të ndryshme, i frutave të ndryshme që kanë përmbajtje të lëngjeve në sasi më të lartë, por gjithashtu edhe konsumimi i çajrave apo kafeve që në këtë muaj duhet të jenë në një masë më të moderuar për arsye se ato mund të shkaktojnë stres dhe komplikime që bëhen me konsumimin e menjëhershëm dhe në sasi të mëdha në këtë kohë, në këtë dritare të shkurtër që e kemi gjatë prishjes së agjerimit ose lejimit të ngrënies dhe pirjes. Pastaj pjesa tjetër është kujdesi me gjumin. Këto është e paqëtërsueshme që të mbushim normën me gjumin që e kemi gjatë këtij muaji. Natyrisht të bijmë në gjumë më herët pasi që kemi për të zgjuar në syfyr, gjithashtu edhe shfrytëzimi i ditës për një 30-40 minutash për të bërë gjumë që është rekomanduar sidomos pas drekës kur është edhe ajo kriza psikologjike, lufta psikologjike, por edhe rënja dukshëm e sheqerit dhe materieve ushqyese në gjak. Gjithashtu duhet të kemi kujdes edhe me syfyrin ku nuk duhet shmangur. Disa persona e praktikojnë që nuk bëjnë ngrënien e syfyrit, por konsumimi sidomos i materieve me fibra të shumë dhe ato që bëjnë lirimin e sheqerit në një kohë më të gjatë dhe majnë organizmin të ushqyer në një kohë më të gjatë, siç janë buka integrale, frutet me fibra dhe ushqimet që përmbajnë sasi më të mëdha të yndyrës, natyrisht yndyrës të shëndetshme, siç janë përdorimi i vajit të ullirit, arrave të ndryshme, ose edhe përdorimi i frutave me përmbajtje të lartë të yndyrës së shëndetshme, siç janë për shembull avokado që tek ne konsumohet më pak. Konsumimi i këtyre llojeve të ushqimeve mund të lejojë që të kemi një ushqyerje më afatgjatë dhe një metabolizëm më stabil gjatë ditës. Sa i përket aspektit psikologjik, duhet të bërë menaxhimi i 3 gjërave, duhet të bërë menaxhimi i emocioneve dhe atij stresit që shkaktohet sidomos gjatë kohës që e ceka më herët, gjatë pas drekës, ku nuk është vetëm se ndikon ulja e sheqerit, por më shumë stresi i akumuluar deri në atë pjesë të ditës, sidomos për persona që janë të angazhuar që nga mëngjesi. Këtu duhet të kemi kujdes dhe të bëjmë një lloj meditimi dhe qetësimi të vetvetes që të mund sa më mirë ta kalojmë ditën. Gjithashtu rekomandohet edhe detoksimi digital ose largimi i përdorimit të telefonave ose mjeteve tjera digjitale në këtë muaj që të bëjmë përfitimin sa më të madh dhe të dalim sa më fitues gjatë këtij muaji. Sa i përket dimensionit social, të shfrytëzojmë këtë muaj që të bëjmë lidhjen me njerëzit tanë, të ruajmë dhe të mirëmbajmë lidhjet me familjarët dhe me shoqërinë, gjë që e cila ndikon pozitivisht tek shëndeti jonë trupor dhe psikik. Gjëra të mira që na ndikojnë pozitivisht në aspektin mjekësor në gjatë muajit të Ramazanit është ndihma ose vullnetarizmi ose edhe dhënia e lëmoshës e cila praktikohet shumë që e rrit ndjenjen e përkatësisë dhe rrit vetbesimin, rrit vetkënaqësinë dhe gjithashtu mirënjohje e cila duhet shprehim gjatë këtij muaji për të mirat që i posedojmë ne, që na bën që të kemi një mirëqenie më të qetë, më të gjatë, psiqike, fizike dhe atë qetësinë shpirtërore për të cilën biseduam sot.